përshëndes juve gjithë pjesëmarrësve, organizatorët, në krye me profesorin e nderuar profesor Sabri Bajgorën. Unë jam Mohamed Izeti, do të mundohem në pikat e shkurtëra që të shpjegoj të drejtën në përpronësi dhe filozofia diskriminuese e shkatrimit të vakëfeve në Ballkan, një studim i rastit të Maqedonisë së Veriut. Pika parë në të cilën do që të ndalem dhe të bëjmë bashkë bisedimin e vakëfit, është se do të shpjegojmë fillimisht se çka është vakëfi. Për herë të parë, pra vakëfi në perandorinë, përmes perandorisë osmane është e paraqitur në Ballkan, ka qenë një akt i shenjtë i dhurimit të pasurisë luajshme dhe pasurisë pa luajshme nga ana e besimtarëve tek një bashkësi e cila do të kujdeseshte, një institucion i cili do të kujdeseshte për mirëmbajtjen, mirëqenjen edhe në rastet të cilat kur amortizoheshte çështja e vakëfit, patundshmërisë, që të bëhet restaurimi i tyre dhe mirëmbajtja. Pra, besimtarët si kategori e së drejtës, pra unë jam profesori drejtës kushtetuese dhe administrative, dua që të koncentrohem tek kjo çështja e së shkencës juridike, pra ka kategori juridike, pra përbëhet prej patundshmërisë apo pasurisë e cila dhurohet nga ana e vakifit apo bamir lënësit, pra pasuri lënësit, në institucionin e cila është përgjegjëse si kategori juridike, dhe më pastaj i besohet një institucion i cili kërkon që të bëj mirëmbajtjen dhe administrimin e kësaj patundshmërie. Pastaj të kalojmë tek identiteti, se çfarë kuptimi ka patur për pushtuesit pas të vakëfeve, konkretisht pas periudhës osmane, ka qenë një çështje identiteti ku ish mbretëria e SKS-së, pra serbo-kroate slovene, ka dashur që në mënyrë esenciale që ta çrënjos institutin e vakëfit, shenjat e vakëfit, duke e konsideruar atë si një element identifikimi të periudhës osmane dhe të fesë islame. Më pastaj, kjo çrënjosje është e bërë në mënyrë të padrejtë, duke mos u respektuar të drejtat ndërkombëtare, duke mos u respektuar çështjet të personave të cilat, vullneti i personave të cilët e kanë dhuruar atë vakëf, dhe është e bërë në mënyrë makabre. Pastaj me ardhjen e ish Jugosllavisë, kjo është rregulluar sadopak dhe është dhënë një kornizë ligjore juridike me reformën agrare që është miratuar në vitin 1944, ku me reformën agrare është dëmtuar më së shumti prona e vakëfit në të gjithë territorin e ish Jugosllavisë, por unë jam munduar në mënyrë të shkurtër që të elaboroj këtë çështje në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, me vështrim të posaçëm në qytetin e Tetovës dhe në qytetin e Shkupit. Pra në Tetov kemi 3 raste të cilat me reformën agrare janë marrë, pra 3 patundshmëri janë marrë nga ana e ish sistemit komunist jugoslav, dhe ajo është kompleksi Arabati Baba Teqes, është shtëpia përmirësuese në Tetov dhe parcela katastare e cila gjendet afër varezave të qytetit të Tetovës, ku me kalimin e kohës, me procedurat të denacionalizimit, e cila është një kategori juridike e cila ka lindur pas pavarësisë në Republikën e Maqedonisë së Veriut, është mundësuar që të kthehen këto prona të patundshme bashkisë fetare islame të Republikës së Maqedonisë, pra me mundin e shumë të bashkisë fetare islame, janë kthyer këto prona. Ka edhe raste të cilat nuk janë kthyer në gjithë territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, dhe këto janë në territorin e Maqedonisë lindore,
por në përgjithësi Bashkia Fetare Islame me mundin të cilën e ka dhënë, këtu e kemi edhe drejtorin e vakëfeve, ai do t'ju shpjegoj më mirë në kuadrat e BFI-s, ka patur një mund të jashtëzakonshëm dhe është korrur një sukses edhe jo aq i kënaqur për shkak se janë uzurpuar më shumë të mira dhe prona sesa ato që janë kthyer, por arsyetimi ligjor, arsyetimi juridik është të bërë i tyre se janë kthyer prona në të cilat me letra me vlerë, pronat të cilat janë kompenzuar, por qëllimi dhe regulativa juridike ka qenë se këto vakëfe janë uzurpuar dhe janë marrë nga ana i sistemit jugoslav për të mira publike. Por kjo nuk ka qenë vërtet. Për shembull, rasti i Harabati Baba Teqes është të bërë një restorant nga ana e kompanisë publike të TETEX-it, është të bërë një restorant ku ajo ka funksionuar deri në konfliktin e vitit 2001 në Republikën e Maqedonisë së Veriut, dhe më pastaj pason procedura e denacionalizimit. Pra vakëfet në përgjithësi në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut edhe në vendet të tjera të Ballkanit kanë shërbyer si funksione arsimore, kulturore, fetare, infrastrukturore dhe mirëqenie sociale. Këto do të mund të shpletohen në kohën kur do të botohen punimet. Si përfundim, unë dua që ta theksoj se mundi të cilën është dhënë për denacionalizimin, për kthimin e vakëfit, pronave të vakëfit, i është besuar si një institucioni të lartë Bashkisë Fetare Islame, për shkak se nuk kanë mundur të paraqiten personat fizik për trashëgimin apo për denacionalizimin e këtyre pronave në Republikën e Maqedonisë së Veriut, dhe kjo ka qenë mjaft pozitive për shkak se në periudhën osmane ndoshta këto bamirësi janë bërë nga ana e personave fizik, janë lënë Ministrisë së Vakëfeve për qëllim që në sferat në të cilat shteti nuk ka mundur që të inkuadrohet apo të arrijë dora e shtetit të perandorisë osmane, është mundësuar këto sfera të mbulohen nga mirësitë që i ka ofruar vakëfi, siç edhe panelisti më parshëm zotëria Livardhi e përmendi. Këto mund të jenë sistemet të ujësillësve, të krojeve, pra medreset, mektebet e kështu me radhë, imarethanet e kështu me radhë. Pra me këto është arritur, mendoj si mbas punimit, që të kthehen një pjesë dërmuese, por nuk është e kënaqur edhe opinioni, edhe Bashkia Fetare Islame, për shkak se është mundur më shumë, por kjo ka qenë maksimumi që ka mundur. Ka edhe ende procese të cilat janë në vazhdimsi, nuk janë të finalizuara, dhe shpresojmë dhe lutim Allahun që të finalizohen në aspektin pozitiv në dobi të besimtarëve. Ju falenderit për vëmendjen. Kjo që ishte nga ana ime. Falenderoj edhe panelistët. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.